Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë, vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërkohë do të vazhdojmë sot inshallah edhe me disa ditë të tjera që Imam Buhariu rahimullahu ka përmbledhur në librin e tij Al-Adab al-Mufrad. Dhe në këtë libër kemi pas rastin që të marrim hadithe të ndryshme të sot flasim për edukatën, mirësjelljen e besimtarit. Kemi thënë se edukata e besimtarit është gjithëpërfshirëse. Nuk ka të bëjë me një kategori të caktuar të njerëzve, nuk ka të bëjë me një anë të caktuar të jetës, por ka të bëjë me këtë ato që ka të bëjë me njerin. Duke filluar me edukatën që duhet ta ketë me Allahun te barekuhu ve teala, pastaj me njerëzit, pastaj edhe me natyrën që e rrethon në forma të ndryshme, sikur që e kemi përmendur deri më tani. Buhariu rahimullahu tash fillon me i përmend disa kapituj të cilët kanë të bëjnë me disa çështje të rëndësishme që ndalidhen edhe me besimin në Allahun e mënduar. Ku paskoj rikthehet temave të këtilla për të mbajtur në mendje vazhdimisht rëndësinë e këtyre temave. Do të thotë çish duhet një musliman me qenë i edukuar në raport me Allahun te barekuhu te ala. Dhe më tani kemi marrë disa rregulla që kanë me komunikimin, do mos më tallë me dikën, mos më nënçmu dikën e kështu me radhë. Tash kthehet te kapitulli që ka të bëjë me kujdesin në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. Qysh një musliman flet për çështje të caktuara, mirë po, gjithmonë duke u kujdes për aspektin e raportit me Allahun te barekuhu te ala. Thot bab la tasubbu rrih. Kapitulli që flet për atë që është ndaluar me e shajt erën. Këtu e ka përmendur transmetim të Ebu Hurajres radhiyallahu ta'ala anhu, dhe pse një kapitull të ngjashëm kemi pas të atje më lart fillim të çështjet e lutjes. Qysh është lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kemi pas se çka më thon kur fryn era. Kur fryn era çka thot në musliman. Por këtu tas nuk flet për duan, çka më thon, po për një kuptim tjetër që më tepër ka të bëjë me një aspekt të raporteve të besimtarit me Allahun te barekuhu te ala. E kam marrë këtë transmetim të Ebu Hurajres radhiyallahu anhu, i cili thot: "Akhadhat an-nas ar-rihu fi tariqi Makkah." Kanë qenë duke u kthy njerëzit prej Mekës në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Omeri ka qenë prej besimtarëve edhe ka qenë duke u kthy pi haxhet. Dhe ka fryrë një erë fuqishme rrugës dhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu i ka pyet disa njerëz për rreth me rrih. A dini çka puna e kësaj ere? A keni ndonjë informat për këtë erë? Nuk ka kërkuar Omeri radhiyallahu anhu informata për erën në kuptim të aspektit meteorologjik apo ka aspektit shkencor, por a dini në argument, a ka folë diçka pejgamberi për erën? Kjo ka qenë arsyeja, pyetja. Dhe të ndërozë këtu marrim mësim se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë kërkuar argument, kanë kërkuar udhëzim nga jeta e pejgamberit edhe për gjatë që nuk shkon mendja për to. Për shembull, me pyet njëri për namaz, çka ka thonë pejgamberi është normale. Me pyet për shembull për çështjet e haxhit, që kanë kryer haxhin është normale. Mirë po bjen shi, fryn era, njerëz të punë i marrin normale, këto s'kan bëjmë me fen. E sahabët e kanë kuptuar fen krejt jeta. Këtë çka ndodh, këtë çka zhvillohet, do të më thënë njëra a ka thonë për të diçka pejgamberi ajo. A ka folur për të diçka Allahu te barekuhu te ala. Nëse ti habitesh, do të marrë mësimet e Allahut sa gjithëpërfshirëse janë. Sa prekin larg në aspektet e jetës njerëzore. Sa thellë depërtojnë në aspektet e jetës njerëzore. Kjo është e para. Dhe e dyta, Omeri nuk ka kërkuar për njerëzve e çata mërmën aty, e çfarë thotë, tash të mos qel debate, diskutim, po Allahun më nai, unë kom ni, unë a din çka ka thonë pejgamberi, nëse zin mos fal. Do thotë ka kërkuar
për këtë fenomen caktuar natyror, ka kërkuar një shpjegim, mos e ka dëgjuar dikush çfarë ka thënë pejgamberi sa. Dhe gjithashtu ka kërkuar që këtë punë me dije, po jo me hamendje, jo me diskutim. Ka është edukate e madhe. Dhe e treta që marrëm të në fillim të kësaj është ndërmjet edukata edhe modestia e Omerit radhiyallahu anhu. Ai s'ka ditë. Mi s'ka thonë tash unë më mirë bashkë me pejgamberin kombinat, më ngat me to mos ka pas kush pas Abu Bekri. Tash mi vetë ta njerëz të qysh po din ti. Ja, kësi komplekse s'kan pas sahabët. Kësi ngarkes s'kan pas. Unë s'di burr, mos din dikush. Çaq. Mos ka ni dikush. Se me Omerin haq ka pas sahabë të tjerë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe ndodh dikush ka ni. Ka mundsi dikush për shembull që u kon me pejgamberin se marr rall, po që ka qelluar me një mejlis ka ni diçka që Omeri s'ka ni. Se ka pas problem Omeri radhiyallahu anhu me gjithë pozitën, vlerën që ka pas, me marr për dikujt që ndoshta në vlerë e ndihesh më poshtë saj. Se ka pas anash. Më rëndësi është të mësojmë që ka thonë Allah pejgamberi, çka më rëndësi? Kush thot për kujt e kena marr? Sa më rëndësi? Më rëndësi që me mësoj që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarji'u bi shay, domthon dhe Omeri kur ka pyet çka ka, a dini diçka për erën, domthon s'ka marr kurfar përgjigje, kur s'ka di çka më thon. Pastaj thot Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu e kom gut pra pak devën time desa e kom zonë Omerin radhiyallahu anhu. Ebu Hurajra ka qenë në mesin e pranishëm, po ka qenë larg. Edhe ka një që Omeri po pyet për këtë punë. Po Omeri s'ka unë marrë përgjigje për ato që kanë kanë po ecën, pasi s'po dishit po ecën. Ebu Hurajra ka një që Omeri ka pyet për erën. Ebu Hurajra ka ditë që ka thonë pejgamberi për erën. Nëse Ebu Hurajra ka qenë për njerëzve që kohën e fundit të jetës së pejgamberit sa e ka kaluar shumë me pejgamberin sa. Ebu Hurajra dini nga shokët e afërt pejgamberit sa, kohën e fundit, don 3 vitet e fundit të jetës së pejgamberit sa kryesisht kanë ardhur shumë afër me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe për ato 3 vjet ka marrë mësim më shumë se do që kanë me pejgamberin sa më 10 vjet. Andaj nuk më rëndësi njëri unë e moti falna, unë e që sa falna. Rregull, po nëse s'ke mësu, e s'ke nejtë në ders, ti kënë të sene shumë. Dikush për shambull, ja ka njësë vonë, po non-stop në për ligjërata është, non-stop me ogjlarën. A i mund një do punë që si dim na që sa falim, apo. Pse? Dhe që nuk është që sa falish, po sa mësën, se ringati fesë, sa rinjë ligjërata. Kështë që mosha e ka vend në vetë. Sa falësh ti për para këti, edhe kjo e ka vend në vetë. Po edhe dije ka vend në vetë. Edhe dije ka vend në vetë. Munit për shembull që imam me në dalë dikosh që nështë vonja ka njësë më falë. Po, ka mësu mirë, ka shku, ka kry, din Kur'an, e që jesën për para. Kjo është në argument se Islami e vlerëson dijen. E vlerëson dijen. I dishmi e ka vendin për para. Qaj, kush dirë mas mirë, qaj fletë. Na heshtë. Po unë e kom pas babën, hagjije, gjyshin e kom pas hoxhe, elhamna që ke pas, Allah në gjenet me ta të bashkurt, po për këto dikush e të rështëm. Regullër ki punë, regullër. Shka një përshamë dhe gjatë historisë të ndërluzër. Shka Imam Bukhariu rahimullah, që sa po marrëm hadithët e tjeve, që i ka përmbedhë. Imam Bukhariu dhe kemi thonë, nga djetarët më të mëdhtë gjitha kohrave, është i thuhet prisi i muslimanëve në hadith. O kur bie fjallë për hadithet pejgamberit e sa, mas pari përmanë që ky burr në aspektin atyre që kanë mbledh edhe kanë rujt hadithin e pejgamberit alayhi sallam. O ky s'kon arab. Ky ka jetu në venet tash me hartë gjeografike të kohës tonë bjen dikon te Uzbekistani ka jetu atje. Ku është Uzbekistani, ku është Mekka, ku Medinë. Po ka të përtu feja, është truj feja, është për hapdia, ka mësu, ka marr, ka lëviz. Pe ati u shku ka marrë dhije, ati e ka marrë dhije, ati e ka levizë edhe, u boj pare. Në ata është të mengu. E kanë ngu djetarët e mdhaj, arab që kanë qenë. Për që feja të ndërrozër nuk e vlerësan, edhe nuk e përparsi as kujt, për shamë bi bazën e prejardës, bi bazën e ngjyrës, bi bazën mësimit. Këne në ders, i ke majtë me në cenët, i ke kuptu, në jesë e fletë në emën të fesë.
Edhe pse i vend shumë fe. Por ki mundësi edhe që falësh kohë të gjatë, ka dikush falet kohë të gjatë, mirë po, çati u met. Nuk vjen për ligjërata, nuk rrin me xhallar, nuk rrin me libra, nuk mëson, nuk dëgjon, ka mundësi falet 20 vjet, mirë po, gjërat elementare ka mundësi kanë ikë. Gjërat elementare kanë ikë. Ne na bëjmë vakia, kjo s'është marrë veç njerëzit me kuptuar që do sa të më kuptojnë me kohën se te hundit nuk den shoqër kakën me vet. Po ndodh që dikur për shembull 20 vjet, 30 vjet falet edhe ka vjen pyet për çështjen zakonshme të namazit. Ku më gabu që shmija bo. Për në sehvi sejgjën, se kam su që duhet. Në regull të abdesi se kam su që duhet. Pse? I ka një kësa në të. Dhe Ebu Hurajra, të nërrodhë dhëzë, e ka pranu islamin shumë vonë. Shumë vonë u bu musliman. Mirë po, kur vje përna për transmitim të hadithve, mas shumë të hadithve që këtë ka transmitua. Habite, thëmë. Në mund, ka është mirësi Allah që Allah ja pëkujnë e dëna. Ati që përkushtohet, ati që, në mund, sakrifikon. E thot Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, thot të stahthethtu rahilleti fe adrektu. Kum grapa këtë devës ma shpejt, dire sa kum zonë Omerin radiallahu ta'ala anhu. E i ka thonë Omerit radiallahu anhu, merë lajme që i ke pyt për erën. Su një shatë në fund atje, merë lajme që i të pyt për erën. Thot, o inni sami'tu Rasul Allah. E unë e kom dëgju pejgamberin alayhi salatu wasallam të folë për këtë punë. Shikoj që a dhja. Kur nush ka thonë pejgamberin, ka e du të më gunë ndigojë me unë që ka thonë pejgamberin. Se s'kemi autoritet më të lartë në kuptim njerëzor se pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Er-rihu min ruhillah. Ta'ti bir-rahma wa ta'ti bil-'adhab, fala tasubbuha. Was'alu Allaha khayraha wa'udhu min sharriha." Ebu Hurajra ka thonë se e kom dëgju pejgamberin të thonë se era është krijesë e Allahut. Allahu e ka kriju. Domthon era ku të fryn, Allah e dërgon. Vjen ka herë me rahmet, por ka herë vjen me gazap, e që në Allahu azza wa jall me dënim. Kështu ajo është e urdhëruar. Është krijesë i nështrohet Allahu xhallahu ala. Ajo që në Allahu xhallahu ala të njerëzit. Ka herë dërgon Allah rahmet për njerëz. Era është rahmet. Përse pas erë të ndërëzët, që ka ndodhë? Jetën tokë paralizohet. Erën aromat e pakëndshme, buloj njerëzit. Era ka hajrë të madhë. Po ka herë Allah xhallahu ala, e qëmë ka herë me i ka du njerëz që i ka dalë se këto, du në me ditë kush në këto ma i forti, kush në këto ma i madhe. Po, kush në kush e nalë erën, edhe në vendet ma të zhvillu me era të lashe i banë, kene pas të hitë kërfrynë. Edhe në vendet ma të zhvillu me mshelen, pritnit, zim që abohet, s'ki që i banë. E lirë me ashtu potencial në fuqis të erës, s'ka bohet? I shkull, rënjve, kejt me drujtë, me kejt që ka ase, është të fuqishme. Andë është krijesë Allah të zhjallë, e qënë Allah gjallë e ola. Për dhe mëse shani erën, ju mire s'keni punë. Era frynë, e fort, e dopt, prish, në req, aja vjen me urën. Era kur që nuk bënë diqka pi vetës. Nëse shani erën, i bije që e keni shajtë Allahën. Nëse falni keq për erën, keni fol keq për Allahën. Sa ajo është e urdhëruar, ajo nuk ka diçka që bën vetë. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, "Wasallallahu khayraha wa'udhu min sharriha." Luteni Allah xhalla wala kur funira që tu amundson hajrin e asaj ere, e të ruan Allah për sherrin e saj. Çka është një që të bëvo? Kur funira, më thon, o Zot, na mundso hajrin e kësaj ere dhe hajrin që ajo vjen me ta. Na ruaj Allah për sherrin e kësaj ere, kësaj fryme, edhe sherrin që vjen me ta. Çka është? E kur kërkon ndihmën e atij që ka qyerën, aja din të një ka hea lëviz, e ka ndorë, ka hëdën e qënë. Për dhe të ndërru vëzër, shkoj që në kam su pejgamberi alayhis salam që ti me të edukuar në fjallurin tonë, me Allah në gjellë ura. Dhe tjetra që gjërat t'i kuptojmë që shduhet, gjërat t'i kuptojmë bazë, jo të mirë me formalitetin, me punë t'jashtme, jo esenca, në aspekt t'jashtme era, është po, aja po frynë. Po, në esencë, kush e ka dërgujen? Allah, aso gjellë.
Aja ka qua. Kështu që besimtarët më koni edukuar edhe në këtë aspekt me Allahun xhallahu ala. Është edhe një kapitull që e pranon Buhariu rahimahullah, mas ti ngjajshëm me këtë, ka edhe të tjerë, por edhe këtë për pranë për sot, pastaj të tjerë vazhdojmë inshallah në takimet e ardhshme. Thot bab qawli ar-rajul mutirna bi naw'i kadha wa kadha. Kapitulli që flet për një fjalë që thot dikush rashi për shkak të një pozicioni të caktuar të hanës. Domthon të ndërmjetër njerëz përpara arabët kanë llogarit kohën në mes hanës. Dhe në bazë të hanës edhe lëvizjes edhe pozicioneve të hanës që ka pas, nuk kanë përcaktuar shumë sene. Ka halë në rregull, është shpesh që në rregull, e hana i ka disa pozicione, stacione që kalon derisa domthon përfundon muji ose viti. Kështu i ka me radhë i ka. Andaj ata në çdo pozicion ku non hana e kanë pas kanë një konstatim. Këtu kur është hana që kanë ndodhur, këtu hana që shumë ndodhur. Dhe kam pas një bindje që kur është hana me një pozicion caktuar, shfaqet me një pozicion caktuar e bjen shija ata. E anë rregull që shto me thonë njëri, atëre e ka pranë Buhariu rahimullah, këto një hadith të Zeid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se qala lana sallallahu alaihi wasallam. Thot e kena fal sabahun me pejgamberin në Hudejbije. Në Hudejbije pejgamberi kur ka shkuar me bu umrën dhe kurreshtë e Mekës i kanë dalë në prit. Hudejbija është dikon afër 20 kilometra në rrugë tash Mekë Xhidde, ndalje nga Mekja, është domon pjesa që quhet Hudejbije. Tash nuk ka në Hudejbije, ka një amën tjetër, por që aty ka qenë një vend Hudejbije, ka marrë në Hudejbije për shkak se ka qenë një burim i ujit në bazë se ka pas emrin çashtu. E pejgamberi sa duke shkuar në Mekë, pe Medinës së Ardh, ka një kurreshi pejgamberi sa nis me bu umrën. Normal, se këtë arabët kanë pas drejt me shku në umrë, me vizitu Qabën. Mirë po, kur ka arë puna për pejgamberin sa ata ka një atë zbën marrë. A këtë kanë pas drejt marrë? Qëfar do idhulli ke adhuru, që ka pas drejt? A pejgamberi ka një atë zbën marrë. E adhunar pejgamberin në Hudejbije, edhe ka qenë situata tensionume, ka qenë situata problematike. Pastaj ka arë situata që, të më honë, edhe u bo një marrëveshje që quhet marrëveshja e Hudejbjes. Me pas paqe 10 vjetë, i kanë pas dhe rregulla, por s'ka zgata se e shumë edhe pejgamberi ka qenë Mekën krejt. Tani mo s'ka pas nevojë për marrëveshje me ta hiç, se Mekja është kthyer në dorë të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Do qoftë, ky njeri thotë çat ditë në Hudejbje kur na kon, pejgamberi më ka fal sabahun. E kur ka fal pejgamberi sabahun, domethënë ka po që ka roshi. Falamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala ala an-nasi fa qala. Posa ka kuna mazur shty ka njerëz dhe ka thonë njerëzve ato. Hal tadruna madha qala rabbukum? A dini çka ka thonë Zoti ju? Me ka po pejgamberi që ka roshi dhe i ka thonë njerëz, a dini çka ka thonë Zoti ju? Ata kanë thonë Allahu edhe dërguar e tij din më së miri, jo s'dim me çfarë thot Zoti. Pejgamberi më ka ditë që ata nuk e dinë. Po ka qenë tradit mënyrë për me marrë vëmendje njerëzve. Në ngoni tash mirë. Se kanë kur thjesht drejt në tem, i ik njerëzve se e që tha, se ti halo si i gatë shumë. E kur ka unë, e dini që ka unë Allah pejgamberi, ata tonë ka njështë me ngu. Jo s'dim, e ngoni që ka thonë pra. Do me marrë vëmendjen e njerëzve, që me ngu mirë që ka thonë Allah dhe pejgamberi, alayhi sallam, nga se, kur thuhet ka thonë Allah pejgamberi, duhet ketë milion, edhe me ngu, po që ka thonë? S'kem të tërna. Kjo është më primarja, kjo më rëndësishme. Ka thonë Allah dhe pejgamberi, ta është pëngujmë pra. Pëngujmë në. E ka thonë Allahu te barek o tala, kjo nuk është ajet, po ka disa forma tjera të shpallës që i ka nërë pejgamberi e samë që i dërguar e samë i ka përcjet e shukët ti, të muslimant, të njerëzit. Ka shpallje, ajet, po ka dhe hadithe. Disa ditë janë ditë e kutësi që quen, në që pejgamberi më thotë ka thonë Zoti, direkt. E ka thonë, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Don kur bie karashi, në këtë mëngjes
do njerëz janë zgjuar besimtar, e disa njerëz janë zgjuar mos besimtar. Për shembull, ndonëse ngjarje e njëjtë ndodh, këtë njerëz bashk i kanë senet, ama dikush e kupton kështu, dikush e kupton kështu. Dikush ka kjo anë musliman, ka kjo anë jo musliman. Njëjti sen. Sa është më rëndësi njëri domthonë me pas udhëzimin e Allahut xhalla xhelalu. Ti e kupton kështu, ti i thosh kësaj kështu, edhe musliman. Ai s'ka dije, nuk ka informata, nuk di që ka Allahu dhe pejgamberi edhe flet gjëra të realisht nuk janë përputhje me besimin, janë përputhje me logjikën, me natyrën njerëzore. Kjo është begati për neve që na, për shembull, kena mundësi këto mësim me i marr, e dim çka është shiu, çka është kjo, kush e ka thënë, çka ka ndodhur, i dim këto, i thon. Prandaj edhe te puna e shumë sene me tjera. Na themi Allahu që na ka fal. Apo ai thot natyra na ka bë. Ai që ti thot për shembull i na bë pe formave të caktuara të evolimit, që të kush folë po to mirë s'mund më pas. Andaj të thosh Allahu na ka kriju, ti je musliman. Ose për shembull ka njerë thonë njerëz komet mal veç çam ka dhënë natyra me hungur apo. Çfarë natyra Allahu? Çfarë natyrë të ka dhënë me hungur? Ka dhënë Zoti me hungur. Njëjtë, dy vetë në kohë një thotë Zoti aty kofshin fal na ka rujt. Ai thotë natyra na mbrojti. Dy të njëjtë në gjuhën, është njëri kështu njëri ashtu. Që edhe shiu që ashtu të ka rënë shi, thotë pejgamberi sa, po njëri u quhen sa ba musliman, tjetri u quhen sa ba jo musliman. Pse? Thot, fa ema men kale mutirna bi fadlillahi wa rahmeti. Ai që thot, ka ra shi, se Allahu na ka ndëru me mirësit e rahmetin e ti, thot, që kjo është musliman. Fa dhalike mu'minun bi, kafirun bil kewakib. Kjo është musliman që beson në Allahun, e nuk beson në yjet e në hanë që ato e qojnë dilin, e qojnë shiun. Se qënë shiun natyra, vëznjëve. Qëso që ka thënë? Kur dojmë me spjegu shiun, bëhet avullimi, djeli e avullon ujtë në tokë, ngritën bëhet rat pa din. Proces i rastishëm. Minë se si proces në ndodhë, po kush e bën këtë proces? Vetë djeli del, vetë e qënë ato, vetë rastisht, apo pa ditë sen, veç avullohet një sasje cakture ujtë, ngritët në lartësi, bëhen re, ato re tani vetë të në shi, që është mëra vetë, Allah, që është vetë. Qëre të ndërrullë, vëzër. Këpa, do në qitë proces, djeli, qëfar kryese madhështore, apo? Kur nëzene, qëfar bukuria është, qëfar mirësi është. Deti, qëfar bukuria, qëfar madhësi është. Ratë. Do në madhësi Allah të azogjel. Sa trona jenë ratë, e rinë altë, apëtër. Jënë shme peshen shumë trona. Pse plët ujen. Me që të rinë naltë, ke pa? Allah me dasht ujtë e më në poshtë, me dasht e qënë naltë, qatë dënë të mënë? Thënë rastisht. Qitë pamje veç, apo kuptoni, qitë pamje që për mene, i thunë, vetë kjo bënë, vetë, po? Ta është merë dikush e vizaton qëta. E vizaton një dili, e vizaton qysh po lëson reze në deti, edhe qysh po bëtë qy, e vizaton një njëri qëta, apo? Edhe e vjerë dikun. Vjen dikur sot, se bukur që kush e ka bo, vetë o bo qështu. Vetë qështu tu në gjyrat në tavolin, u qunë, vizatun, qa po dhe që ka zdive që, kur dullë edhe u bo sureti qështu. Jo, pa më zbaj i gara. A thojnë qështu? Qysh vetë u bo, vetë, qysh kënë tu në gjyrat, u qunë vetë. Vizatun një, qunë një, ba, qështu e bëna vetë. Jo, pëse zbojt kjo punë vetë? E qysh Allah, originali po bëj ka vetë, e suretis po bëj ka vetë. E qysh? Cëla është me e letë mu bëj vetë? Cëla është me e letë mu bëj vetë? Logik shumë. A është me letë një fotografi vetë mu bëj, a një dili vetë mu bëj? Logik shumë Allah, ka pëshet. Andaj që zbesën Allah në asë mene si punën. Kërë që ka thonë për nga mërësë, ma që thëtë, Allahu me rahmet vetë ka qushi, musliman.
e ka mohu ndikimin e yjeve, e hanës, e kështu me radhë, ato e në rab të Allahut, Allah azza wa jall, herë bën hanën sebeb, herë bën në këtë pozicion, qysh dënë Allahu ja bën. Kush Allahun zguzën me vetë, pse e ke basun e vetë, bile. A i bën që ka dënë. Ka do qonë dhe thojnë, në ryksham. Thojnë, andaj ka thënë Allah, fe emma men kal, bineu i kedha vë kedha. Ka ra shi, për shkak të këti pozicionit të hanës, për shkak të këti ylli, apo, si dhe që tash dhije se që ka thonë, fe dhali ke kafirun bi, mu'minun bil kewakib. Që kjo është ai që më ka mohu mu, e i ka besu yjeve. Të ndërruazë në përfundim, nëse njerëzit marrin, për shembull, sebepe me lexu, që ka ndodhë në fenomenet natyrore. Edhe si pasojë e kësaj thonë, shenjat ka thonë se ka më rashi, shenjat. S'prish punë. Nga se Allahu është ai që zbesiu në rregullim. Por me pas bindjen se këtu janë sebepe, shkaqe, që vetvetiu, po mënoj, si të shfaqen këtu, bjen shi, kjo është shirk. Kjo është domthonë një lloj mohimi i Allahu xhallahu ala. Epse dietarët e kanë përmend, nëse është në nivel të sebepeve, thotë që shkaku kjo që po bjen. Në që kjo shkak kur të shfaqet bjen shi, që shkak kur shfaqet bjen shi, veç që tu më nol muhabetin, gjuna i madh është. E me shku për të kësa me thonë që dielli e lëshon shiun, ylli e lëshon shiun, natyra e lëshon shiun, kjo tani kejt me dalë edhe për feje, për imani, për kejt, Allah në ku është Allah këtu krejt. Apo? A ne të ndërru vëzër, aj që thëtë në ka falë natyra, del për feje. Që të ka falë natyra, Allah? Që krejnë natyra? Kja me kuptu se qështë e besimit janë qështë serioze. Njeri hinë femen i fjallë, pa dhe del për fej për i fjallë. Nuk është punë hajgare. Do të më mësu që është e fes mirë. Në regull mund njëri me gabu për njësën gabimin, po do të më mësu. Do të më mësu me folë. Ke pa që mësu në të mirë me folë. Edhe mësot me folë. Që nëjnë mësu me folë, alhamdulillah. Edhe me kuptu. Po do të më mësu me folë edhe me Allahun. Jo, njëri i ka votë 30 vjetë, nuk din hala kush ja ka prushijun që 70 vjetë. Hala se ka marrë vesh, kush i ka që uj me pi. Hala nuk din. Hala nuk din frim kush i jep me marrë. Hala nuk din. Nuk din 2 fjallë me thu për zot vetin. Të merë kjo. Allah, kjo të merë. Ka po 30 vjetë e thët, valla, Islamu e shumë Islamu. Cëllë Islamu Allah? Të ja ketë një të që ke marrë veshër me shafin Allah ta? Të merë. Mandaj, njerë me koni kujdeshëm të ndërruzë, me koni kujdeshëm, me mësu për fejtë Zotë Gjellë Gjallu, me vetë, me mësu fëmijët, me mësu gratë, me mësu familjarët, që bjen shi, Allahu ka dashtë, veç, Allahu me dashtë, që në shiun, se vynë as dilli, as hana, as deti sen se vynë, kur dënë e shanë, me dashtë Allahu Gjallu e banë me këtë proces, qysh dënë e banë? Mirë po, nuk duhet që me janë vesh proceseve që Allah i ka bo ligjë për në gjëret saktuara, me bo ato me ndikim, do më të pavarun nga dëshira dhe vendimi Allah Gjellera. Ja, s'ka mundësi. Nëse Allah i ka bo këto ligje, edhe funksionojnë me lejen e Allah Gjellera, edhe këto ligje janë të Allahut. Allahu Gjellera i bën kur dënë funksionale, e kur dënë Allah i si bën funksionale. E ka kriju Allahu zjarin me djegë. Po me dashtë Allahu mos me djegë. A djegë? Jo s'djegë. E kanë gju Ibrahimin në zjarë, se ka djegë. Pse? Pse Zoti i zjarët i ka unë mos e djegë. Që ka më po zjarë me djegë, po s'gudzën? Ja se është krijesë Allahut, kër Allahut mos djegë, s'gudzën me djegë. Allahu që ka dënë banë. Me që na du të më lidhë me Allahun Gjallahu Ala. Në Allahun më bështetë, edhe merrem punë Zotë Gjallahu Ala, ai e din çka bën. Punët e tij janë krejt. Na themi elhamdulillah. O Allah na ndihmo, në Allahun mbështetemi, edhe kështu më nga shprehja që i takon musliman me i thon në situata të ndryshme. Kjo është çka ka bënë me këtë çështje për sot. Kapitulli i ardhshëm prapë është shumë i rëndësishëm kuptimin e çështjes së besimit, po vazhdojmë inshallah takimin e ardhshëm. Falënderes për vëmendjen, për durimin, Zoti na shpërblet gjithëve për mundin
ju e përdurimin e u takofshin me hajër më të mira. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.